Profesorët universitarë ndihmojnë test maturës nxënësit. Po flas në 2013 i kemi pas gjitha faktet që i kemi dorëzuar në prokurori së bashku me atëherë Mustafa Kadriun, që ka qenë udhëheqësi i divizionit për standarde vlerësim dhe monitorim. Dhe çuditërisht nga ajo kur nuk është shqyrtuar si lëndë. Dhe përderisa keqbërësit ose keqpërdoruesit nuk e marrin dënimin që e meritojnë, grupet e tjera do t'inkurajohen që të veprojnë. Kështu që pretendimet që do të nalët komplet kopimi janë të mira që të synohet, po realisht me mënyrën se si përzgjedhen administrues është shumë e pamundur që të ndalet. Për shembull, po i përmendja administrues, sepse ne i dimë që sot administrues që shkojnë testin e maturës nuk shkojnë vullnetarisht. Janë administrues të cilët i cakton secila drejtori komunale e arsimit dhe ata nuk shkojnë pse e ndjejnë si përgjegjësi, po shkojnë aty sepse i ka urdhëruar dikush. Pra kjo do të ndrohet komplet. Do të krijon Ministria e Arsimit një sistem të tillë ku administruesit do t'i zgjidh përmes një konkursi, ku konkurrojnë ata të cilët e ndin vetëm përgjegjës dhe e dojnë atë punë. Unë isha nol vetëm të rezultatet nëse më lejon. Për shembull, vitin 2021 apo e shohmi, kur ka qenë pandemia, rezultati ka qenë 68.43%. Pastaj kemi pa që në vitin 2022 Ministria është krenu, që është ngrit, kalueshmëria në 78.43. Po tash e kemi një rrëmje prapë në 68 në kohën sikur ka qenë pandemia. Pra, nëse atëherë janë krenu që e kanë ngrit 10%, a du ta marrin sot përgjegjësinë që kanë rrë 10%? E kalueshmëria në testin e maturës. Pastaj Ministria do të bëj një analizë, ta merr një grup të ekspertëve dhe të shikon sa janë kompatibile testet që marrën në përshkolla me ndërtimin e testit që bëhet testin e maturës. Me shiku, aja është metodologjia e një që përdoret, apo nxënësat në testin e maturës për ballafaqohen me një lloj të testeve që në përshkolla 3 vite shkollës mesme komplet formë ndryshe janë testu. Pra kur të bëhet krejt kjo, atëherë mund vim në një përfundim se cila vërtet është gjendja reale që e kemi në maturën shtetërore, po komplet në sistemin arsimor të Kosovës. Por këto propozimet se si do të mund të përpilohej testi, a janë të mundshme? Po, absolutisht po. Kjo që përmendi Kastrioti, kjo ka të bëjë me hartohet banka e pyetjeve, ku pyetjet karakterizohen ose kategorizohen në bazë të peshës së rëndësisë që e kanë. Dhe pastaj ato në mënyrë trasore shpërndahen. Po e rëndësishme është që peshë ose vështirësia e pyetjes për gjithë ata që e marrin, për shembull, pyetjen e parë me qenë e njëjtë. Po format e të administrohet për gati 19.000 maturantë. Absolutisht mund të administrohet dhe bilion e di që dikur Ministria e Arsimit ka ndonë një projekt, ka qenë një organizatë e cila e ka marrë një projekt madh, ka qenë një kredi nga Austria dhe që ka pas pikërisht digitalizimin e provimit të maturës dhe atëherë është thonë që në vitin 2015 do të pilotohet digitalizimin, ndërsa nga viti 2017 do të fillojë matura digjitale, sepse ideja ka qenë me ato mjete që në gjitha komunat e Kosovës të krijojnë qendrat ku maturantët hyjnë, e mbushin testin dhe pastaj mund të hyjnë edhe të tjerët, sikur ka sisteme ndryshme të testeve për gjuhë që jepën. Pra ekziston mundësia, por prapë po them, edhe kjo formë që është e maturës sot, vetëm po të rritet përgjegjësia e administruesve. Mos harroni, ligji thotë që provimi i maturës shtetërore është i standardizuar.